Në akademi, me thënë drejtën, kam mësuar dhe janë zhvilluar shumë. Gjëja kryesore që kam mësuar është që para se ti jesh artist, duhet ti jesh njeri. Ne marrim dhe shumë dashuri. Unë kam marrë shumë dashuri nga kjo akademi. Përveç se profesionalizmit, ti je sikur je në shtëpi. Po, muaj tim të parë këtu, unë kam zbuluar ngjyra të vetës time që as nuk e dija që mund t'i kisha. Jam mbuluar me një dashuri aq të madhe dhe kam pasur aq shumë besim tek unë, se që fillova të kisha dhe unë besim të vetja. Veçanërisht me faktin që unë kisha dhe shansin që të shpreha dhe problemet e mia, pa frikë fare. Klea në fakt ka qenë aq e gatshme për të më dëgjuar, për të më dhënë një zgjidhje për probleme që ndoshta dhe nuk kishin të bënin me akademinë. Po Ne të dy kemi qenë shumë njerëz introvert, shumë të ndrojtur, nuk dilja dot as në skenë. Kalimin e kohës u bëra njëri shumë ekspresiv. Besoj se ky është dorëti që ka qenë gjithmonë brenda meje. Gjithashtu do thoj që dhe bën shoqëri që zgjasin për jetë. Mund të them, Kleu të akademi përbën eksperiencën ideale të një adoleshente. Siç mund ta shohësh edhe nëpër filma, mund ta them, me kulturën njerë, me shoqërinë e pastër, me kujtimet që do formosh, domethënë është një gjë aq e pastër dhe thjesht të formon si adoleshent. Kultivohesh. Zysh Elona domethënë ka qenë ajo që ka ndikuar shumë në këtë dëshirën e teatrit, po ashtu edhe Zysh Egzona. Akademia ka qenë hapi im i parë drejt dëshirës time për teatrin, muzikën dhe artin përgjithësi. Më ka ndihmuar shumë që ta dua veten time. Merrni me teatr, merrni me art, se arti të formzon, hap horizontet për çdo lloj konvështrim tjetër. Na yeah. Muzika ime je ti. Që kemi pas stres dhe frikë angë parë se dalim skenë kemi pas. Unë kam pasur natën e parë që bëra Aladinin. Ishte hera e parë që po shkoja në skenë me një shfaqje tamam, muzikal, po këndoja vet. Ishte hera e parë që do dilja vet, po bëja emrin tim vet. Po kërceja vet. Ndalën shumë mirë. Sekondën që shkela në skenë, tamam u ndjeva si në shtëpi. Është magjia e skenës. Nëse bie ti vetëm buzë qesh, një dorë nga pas gjithmonë ti do e kesh. Gëzuar 7 vjetorin. Ju urojmë akademisë që të mbetet gjithmonë vendi i ëndrave, pasionit dhe dashurisë, siç gjithmonë ka qenë. Dhe shpresoj që kjo akademi jo vetëm që të rritet aq më shumë dhe të bëhet një pjesë e të gjithë Shqipërisë, por shpresa ime është që ta shohim dhe në vende jashtë Shqipërisë.